vel prej betonit të ngullur në breg, që nuk lundron dot, se betoni nuk lundron. Iki kur pylli në kodra zëvendësohet me kulla banimi. Iki kur porti s'është më vendi prej nga qyteti shedetin dhe perëndimin e mrekullueshëm të diellit, por vendi ku dikush she vetëm fitimin. Iki kur shkolla i mëson fëmijës të përshtatet, të heshtë, jo të kërkojë një të drejtë. Iki kur sëmundja më tremb, jo vetëm nga dhimbja, por nga pasiguria që sjell. Dhe kur askush nuk të pyet, a i do këtë qytet? Ke ikur, je larguar, edhe pse jeton aty, edhe nëse nuk ke lëvizur, je larguar. Dëgjoj njerëz që thonë Durrësi po bëhet më i bukur. Ndoshta, vërtet. Po qytetet si njerëzit mund të rregullojnë flokët, mund të gjejnë dritë më të mirë, mund të buzëqeshin sa për një fotografi që askush mos t'ua shoh lodhjen. Një qytet mund të duket bukur, po për të qëndruar duhet më shumë se bukuria. Duhet forcë, dignitet. Njerëz që kundërshtojnë kur duhet dhe besojnë kur ja vlen të besohet. Do të mjaftonin anijet, do të shem të tërë, detarët, do të mjaftonin hapja e portit. Porti detari Durrësit nuk është hapur nga banorët as sot. As muzeu i detarisë dhe i lundrimit nuk ekziston. Durrësi nuk u bë qytet nga ndërtesat, as nga lartësitë që ngrihen sot. Qytet e bën njerëzit. Ata që qëndruan në Epidam, në Dyrra, në qytetin ku i huaj mund të ndjej si në shtëpi. E dinin sekretin e thjeshtë. Një teatr s'ka kuptim pas spektator. Merr kuptim kur qytetari merr një bilet. Jemi vetëm konsumator. Jemi bashkautor në këtë qytet. Dhe kur një qytet pushon së kërkuari bashkautor mes qytetarëve, fillon të prodhoj udhëtar. Njerëz që mbushin valixhet edhe ikin. Jo se u ma gjepsen nga bota, por nuk gjejnë një arsye për të qëndruar, për të duruar, për të sakrifikuar, në emër të kujt? Për çfarë? Mendoj për ata që ikën të rinj dhe kthehen sot. Kanë 2 gjuhë. Në telefon kanë 2 orë. Njërën të vetëlindjes, mendoj për ata që ikën të rinj dhe kthehen sot. Mendoj për ata që ikën të rinj dhe kthehen sot. Kanë 2 gjuhë. Në telefon mbajnë 2 orë. Njërën të vetëlindjes dhe tjetrën të vendit ku punojnë. Eci nëpër rrugët e vjetra për të parë se çfarë mungon.
Jo, për të gjetur se çfarë ka mbetur ende aty. Kërkojnë një fjali, mbase dy. Mund të rrish. Je në vendin tonë. Mund të rrish. Je në vendin tonë. Ndoshta këtë kërkoj, edhe unë kur hap një hartë. Jo një vend, jo një emër, një lidhje kërkoj. Një ny, një kom, diçka për të më mbajtur, diçka që më mban fort. Një përgjigje për pyetjen që Durrësi do ta dëgjoj gjallë. Çfarë duhet të bëjmë që unë të mos largohem? Çfarë duhet të bësh që të mos largohem unë? Qyteti mpaket kur njerëzit ikin, por vdes kur njerëzit harrojnë pse duhet të kthehen. Ndoshta një ditë, harta do të më tregoj sekreten që dini. Rruga e ikjes vlen, edhe për kthimin. Patjetër, vetëm ishte të marrë.